Thot Tahir ibn Ashur, mësimi i 7 është se Allahu xhel xhelaluhu nuk vepron pa sebepe në dunja. Çish ka mujt me shkatru Firaunin? Piçille. U kri. Edhe as se nguc Musën, as kur gjo. Çish ka mujt me fitu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Piçille ndihma. Jo. Pa këtë asyl vëzër, Allahu nuk vepron këtë formë. Allahu nuk vepron këtë formë. Këtë formë kur ka veprua? Kur pejgamberët që s'kan pas obligim me luftu, kur ju ka ardhur në fund mo, Zoti e ka shkatruar. Çdo pejgamberi, thoshte Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, çdo pejgamberi që i ka zbrit sheriat që duhet me luftu për ata, me mbrojt me ata, me gjak dhe me shpirt, Allahu nuk i shkatron me rufeja dhe me vërshime. Për shembull, na lexojmë në Kur'an, Allah e ka shkatruar me ujë popullin e Nuhit. Apo, e ka shkatruar. Dhe çto ani problem që plot muslimanëve se kuptojnë. I shohin zullumçar tu vepru, i shohin kriminal tu vepru, tu bon zullum, edhe thot ajde inshallah Allah si Nuhit alayhis salam. Paroj. Pse? S'tash të kallzoj. Thotë që Sheikhul Islam Taymiyyah, sepse Islami që ka zbrit te Muhamedi alayhis salam, nuk pranon me ardh vërshimi me ujë. Pse? Se na ka ngarku neve. Jo Allah, ju e keni obligim. Ju e keni obligim më mund me zullumçarin. Ju e keni obligim më mund me Tiranin. A kuptum të dëruar xhamatli? Pse nuk pyven aty me rrufe? A ki pa thot, kur që më be spigjen? Po spigjen. Se Allah ka thon, apo do ti me fitu nderin? A je umeti Muhamedit alayhis salatu wassalam po? E po çish po menon unë? Nuhi alayhis salam dikush thot, e pse Allah e mujti popullin e Nuhit me vërshim? Se Nuhi alayhis salam çka të boje? Çka të boje? Se ka pas obligim me luftu 950 vjet davet ka po 950 vjet thirrje. Në fund ka ardhur funi, ka thonë s'po muj mo. Ka thonë Rabbi, ka thonë unë mo në fund jam. Pra, mani men, çdo pejgamberit që Zoti nuk ja ka obliguar luftën dhe mbrojtjen. Vini re. Ati pejgamberi Zoti i ndihmon me qiell. Çdo pejgamberi që Zoti ja ka obliguar luftën dhe mbrojtjen dhe debatin dhe diskutimin dhe ilmin, këti pejgamberit nuk i çon çfarë? Nuk i çon vërshim. Po e bjen detal pas detali, detal pas detali, sebeb pas sebepi, derisa të mbytet. E thot Sheikhul Islam Taymiyyah, i pari pejgamber i cili është urdhëruar mu ballafaque me zullumçart, piket pejgamberëve është cili? Musa alayhis salatu wassalam. Ai tash dalmi të pak te meselja pse Musa mas shumti në Kur'an. Sa që kuptojnë. Thot që Sheikhul Islam Taymiyyah, i pari pejgamber çka i ka thënë? Debato, lufto, mbroje fejen tane është Musa alayhis salam. Më herët kallzoje dhe ik, kallzoje dhe largoje. Apo Allahu që i ka thënë plot pejgamberëve, kallzoje dhe rrin shtëpi. I ka thënë Lutit alayhis salam, kallzoju se kam ju ardhur dënimi, edhe hikti. Ikti na mirnim me këto. E ka ngrej Xhibraili tokën edhe ka zbrit poshtë. Ama Musa si ka ndodhur kjo? Pse? Thot Sheikhul Islam rahimahullahu taala, sepse Musa alayhis salam është obligu i pari pejgamber në shariatin e Teuratit me mbrojt fejen e vet me trupin e vet. Apo andaj ka ardhur ngjarja Musait mas shumti në Kur'an, sepse shariati Muhamedi alayhis salam është çfarë? I njëjti shariat. Pra, Muhamedi sa është obliguar vet me mbrojt. Andaj kur ka kërku populli Quraysh me largu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pse s'ka çu dur pejgamberi sa më thon, o Allah, çoja unë rrufe, se e di se çon. Edhe na jena umeti Muhamedit alaihi salatu wasalam. Na shka bojna? Na shpeshher bojna dua, ani mira me bo dua. Vesh një senduni me kuptuar. Sa do që të bani dua, me bo me qindra Ramazana dua, pa e prun se bepin Allah nuk i por zullumqar. Qëta ta dini? Qëta ta fuz në kokë dhe zër? Na mujnë me bo Allah shkatroj par se bepi Allah nuk i shkatron zullumqarin. A e kuptove? Pit të shëriati Musait, der të Muhammed a.s. me përjashtim Isa a.s. Ama Allah për me ndëru Isa a.s. se ka ardhë në vargin e pejgamberëve që kanë luftu, çka ban Allahu xhela? Isa e ka mori, ka thonë këshire ti mos luftoni herë, se këto janë pak problematika tash. E ka mor, e ka ngrejt. Pastaj ka thonë kena me të kthit te pejgamberi fundit, te Muhammed a.s. dhe umeti i tina, që të luftosh me ta. A kuptove? Pite Musa, der te Muhammed a.s. ballavaqimi o sebeb me sebeb.
Andaj nuk ka fitore për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam derisa të ballafaqohen çfarë? Sebeb me sebeb, shkak me shkak, forcë me forcë. Andaj, shiko Allahu xhelel xhelalu nuk e shkatroi Firaunin me çka? Me rrufe. Po ai ka vdek në deti. Ama dini çka vdek në deti? Ai kur e ka qel Musa alayhis salam 12 pjesë me izin e Allahu xhelal detin, Faraoni ka menuar që u ka qel për ta. Ka thënë, "Ç'është janë shejtan." Ai ndodh kirameti që tërkujna, ai thot, "Ku më di çfarë njeri kanë u qel për mua." Ai ka menuar që u qel për mua. A e dini që argument që ka menuar që u qel për ti, për ata? Musa kur ka mrit e ujë do të vinë atë ngjarje. Ka mrin ujë në deti. Edhe i kanë thënë bitë e Israilit nazunun. Nazunun deti para këtë mas. Edhe i ka qel 12 kodra, 12 rrugë. E ka dalë deti Zoti xhelel xhelal. Shumë interesant. Çka dosh me bë Firauni? Çka dosh me bë? Me thonë, kjo e qel me ha për Musën, jo për mua. A që ka bë? Ahmaki ka hinë deti do menu që u ka qel për atë. Apo? E qështu Allah i mpinë zullumqarët. Kur ka hinë mrena, e ka hinë të zonje Musën. Tamam kanë dalë Musa me popullin e vetë. Andaj bregut, Allah i kanë poshtë ata. Mirë po e ka bo me sebeb. Allah i ka bo me sebeb. Po këta sy të ndërrojë më li. Këtu e kemi një mësim të madhë, që ummeti Muhammed sa më ka nevoj me e kuptue. Mos mendoni, as mos shpresoni, e as mos t'ju shkojë ndërmend se Zoti zullumqarët, tiranët, kriminalët do t'im poshtë me do një rufe. Jo. Kam im poshtë me sebepe. Kam im poshtë pa u kthjell ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe me e ditë se sebeb me sebeb, sistem me sistem, forcë me forcë, ligj me ligj, s'ka mundësi zullumqarët me unë poshtë.